As kemi asgjë, as ndihmë asgjë. Thjesht vetëm një kem qesharak që s'na del dot as për mjekimet e tona. Nuk është i mjaftueshëm fare, sepse për kempin që marrim neve muj ka 30 ditë, 5.000 lekë të vjetra na bie që na dali dita. Duam të drejtat tona themelore që këtu më vjen keq, po premtohen dhe nuk po bëhen fare. Pagesa që ne marrim me kujdestar është gati 320.000 lekë dhe pa kujdestar është gati 160.000 lekë. Por që këto nuk dalin për të marrë një shoqërues apo për të marrë dikë që të ndihmosh, të marrësh një mjet, një taksi, një transport që ti të lëvizësh. Ka shumë gjëra që kërkohen, po gjëra kryesore është pagesa, që është e pamjaftueshme. Po ta shohësh nga 2009 ose 2010 tutje nuk është bën një rritje, se vetëm indeksimi 2-3%, ajo nuk është e pamjaftueshme. Në çdo lloj forme duhet me patjetër që të ringrihen shërbimet, pasi këto ndihmojnë në përmirësimin e jetës për të jetuar në mënyrë të pavarur, ndihmojnë në përmirësimin e nxënësve sigurisht në përshkolla apo studentëve në shkollat e larta, pasi në këtë lloj forme mungesa e shërbimeve sjell vështirësinë dhe në krijimin e një lloj autonomie që dihet që për individët e verbër dy janë problematikët kryesore: pavarësia në lëvizje dhe aksesi në informacion. Është ndërtuar një qendër nga vetë të verbrit në Vaçarë, e cila është një godinë e rehabilitimit të personave të verbër, që ka një kapacitet për 114 shtetërsh, mbi 20 klasa. Fatkeqësisht nuk është vënë në eficiencë dhe për shkak të mos financimit nga qeveria për shërbimet, jemi duke menduar që ta nxjerrim në shitje fatkeqësisht. Të gjithë personat me aftësi të veçanta janë në gjendje të rënduar ekonomike. As 1% e të verbërve nuk është i punësuar siç e parashikon ligji për porsimin e personave me aftësi të veçanta. Shumica prej të verbërve janë të përjashtuar nga aplikimi për arsimim.